Ne nuk e dim fakt ku ka shkuar hetimi me gjitha personat që kanë patur dyshime ose që kanë patur akses në këto dosje në sistemet e tjera, që të kuptojmë çfarë lidhje është bërë me personat e arrestuar dhe cili ka qenë interesi. Është e vështirë të gjurmosh ta, Beko? Nga ana e hetimit flas? Nga ana e hetimit nuk është e vështirë sepse tregoj që 2 persona të pakën duke referuar informacionin, 2 persona të dyshuar janë arrestuar. Pra këta kanë qenë, ne përmendim shprehjen ekzekutorët, pra kanë marrë urdhrin për të kryer veprimin. Dhe këta dinë se pak a shumë kush i ka thënë dhe cili ka qenë qëllimi i ndërhyrjeve. Duke qenë se janë 3 prokurorë, ata mund të kenë një volum shumë të madh dosjesh. Dhe qëllimi ka qenë, besoj, për 1 ose për 2 dosje, siç e tha dhe Narni, nuk ka qenë qëllimi që të hyjnë në gjitha materialet. Pra ka qenë për dosje specifike. Po pse jo të gjitha materialet, por qëllimi në përgjithësi, pra edhe një rast që kemi pasur që përmenda unë, ka qenë rast specifik, do hyjet këtu, do merret kjo, do për këtë qëllim të caktuar. Flas tani që është përbuj, po domethënë ke patur raste që mund të jetë ndërhyrë në sistem dhe nuk e din fare, nuk e di informacion. Po pse do të futem unë te kompjuteri jot dhe të shkoj te emaili? Unë te kompjuteri jot shkoj futem te dokumentat dhe klikoj aty atë që dosje që unë dua të marr. Se ato gjitha dosjet janë me emra, se nuk i merr një njeri dosjet shablon aty, se si kontrollon dot dhe për mekanizmin të punës vet. Edhe ai që ka marrë e ka të pamundur, po të marrësh gjithë informacionin e kompjuterit. Jo, e kam fjalën, pse do futem në email, ku nuk futem te My Documents, futem aty dhe shikoj, kë duhet marrë në dosjen filan X. Atë dosje tak e downloadoj, marrë filmin dhe ika. Varet se si është ruajtur dosjet. Po pra, prandaj po them domethënë. Po ata mendoj që do t'i kenë bërë një shkarkim komplet materialeve që kanë serverat e kompjuterave, flasim edhe emailë, çdo informacion që ka dhe pastaj do i bëjnë selektim duke kërkuar me emër. Për shembull, Letar Beko dhe nxjerr gjithë informacionin. Kërkimet, aktet e ekspertimit, materialet sekretet që mund të jenë informacionet që kanë ndarë nga agjencitë e huaja etj. Sepse ideja është e tillë që patëm një 15 vjeçar, doli lajm nga policia, një 15 vjeçar në Florë. Ai ishte për kuriozitet. Ishte tentuar ta keronte shërbimin informativ. Ai është kuriozitet pastaj. Kjo është domethënë ky është rast. Ja, po nuk është rast se me qindra ata lexo krimi kibernetik të Misha Glenit edhe të kuptosh domethënë se çfarë ndodh në botë pra sa. Po tani tentosh ta kerosh institucionet të cilat supozohet që duhet të kenë nivelin më të lartë të sigurisë kibernetike. Edhe një herë tjetër. Misha Gleni është një nga mendjet e ndritura të këtij shekulli. Lexoj librat e tij, se ai flet nuk bën histori, nuk bën thriller, nuk bën romane, po bën libra me fakte. Lexoj dhe pak a shumë do kuptosh se çfarë është, le të themi, krimi kibernetik në botë. Se si ç'a ndodh në botë, domethënë, dhe se si bënin ata kongrese mblidheshin nga Argentina, nga Brazili, nga Ukrainë. Mos e kopin në rast tjetër. Okej. Pra, që ta kuptosh çfarë është krimi kibernetik. Në rastin konkret, mos e ngrenë stekën kaq shumë Shqipëri se nuk jemi kurkund, jemi një pikë uji në oqean. Ajo të cilën mua më vret në gjithë këtë histori dhe unë doja ta mbyllja fare këtë si çështje, sepse nuk po bën sens është qasja e institucionit të SPAK-ut. Ky institucion ose duhet të jetë hermetik, në kuptimin e mirë fjalës, ose duhet të jetë liberal. Një vit mesme nuk ka në këtë mes. Pra, o duhet të jetë shishi, ose duhet të jetë media në TV, që s'ka gjë çfarë të fshehin. E kupton ku e kam unë problemin? E qartë. Mirë, atëherë. Beko, besoj jemi okay me këtë histori për të kaluar ndoshta tek çështja tjetër. Mirë, ne do të ndalemi tek një çështje tjetër, sigurisht për të vijuar emisionin më tej. Dhe bëhet fjalë për përgjimet e kryera ndaj kryebashkiakut të Tiranës të arrestuar i cili ndodhet në paraburgimin e Durrësit, tashmë prej më shumë se një muaj, pra një muaj e gjysmë. SPAK, siç e thash, e përgjoj pasi u vendosë paraburgimin e Durrësit dhe kanë dalë disa biseda interesante të cilat lidhen me mënyrën se si Veliaj përpiqej të orientonte një lloj fushate sulmi dhe mbrojtje ndaj tij. Ndjekim insertin dhe rikthehemi për diskutim në studio. Media shqiptare CNA ka bërë publike një pjesë të përgjimeve të kryera nga SPAK për kryebashkiakun arrestuar të Tiranës Erion Veliaj. Në të gjithë historinë e këtyre përgjimeve të kryera në paraburgimin e Durrësit, mes tij dhe familjarëve të tij del në pa mënyra se si kryebashkiaku ka vënë në lëvizje vllain e tij dhe bashkëshorten, Ajola Xoca, me qëllim që të ndryshojnë perceptimin publik ndërmjet medias. Në vijim do të dëgjojmë disa nga pjesët e bisedave të kryera dhe që më pas u përmblodhen në 90 faqe materiale shtesë që prokurorët e SPAK Altin Dumani dhe Olz Dado i paraqitën gjykatës apelit posaçëm ditë ku Veliaj vendos që do të vijionte me masën e sigurisë arrest në burg. Në orën 28 minuta, Erion Veliaj bisedon me Ajolën por në një moment të komunikimit të tyre ndërhyn Arbri. Erion i kërkon Arbrit që të flasë me Klevisin e burgjeve, numrin e të cilit duhet ta ketë Admiri. E di thuhet që në takim Erioni mund të shkojë Mero, Ylli, Mondi, Tongogu, Admiri, mund të shkojë në takim dhe Sara, çdo kusht tjetër, por thjesht i thuhet Klevisi dhe ai ti apo okay. I thot se ka porosi për të dhënë
dhe se në takim mund të shkojnë edhe përfaqësues të feve. Në komunikim Erioni i thot nëse po merren me gjërat apo e kanë harruar fare. Arbri e vënë në dieni se çdo ditë po merren. Erion Velia i kërkon Arbrit që do merret me median pasi duhet mbajtur ai presioni, duke nënkuptuar fushatën mediatike. Në fund komunikimit Erion Velia i kërkon që t'i dërgojnë për të lexuar materialin e IY, lajmet të tjera të portaleve, ato që janë pikante thuhet në dosjen e përgjimeve. Por kjo ishte vetëm njëra pjesë. Erion Velia në kushtet e izolimit vijon të shfrytëzojë çdo lloj mundësie mediatike, por para ditës kur ai do të dilte në apelin e posaçëm, nga ku sigurisht nëpërmjet avokatëve të tij priste një vendim që do t'i jepte një masë më të lehtë sigurie. Në orën 16:16 minuta, shtetasi Erion Velia i bisedon me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, të cilës ndër të tjera i kërkon që të bisedojmë me kë e ta pyes nëse i ka marrë përgjigjet e tij për emisionin që do zhvillohet sot. Ajola Xoxa informon se nuk e ka numrin e kë, por Erioni e pyet: "Po a, s'ke asa as kë?" Ajola i përgjigjet se numrin e A e ka dhe do ta pyes. Erioni i thot gjithashtu se numrin e kë mund t'ia japë edhe Renato. Në orën 16:21 minuta, Erion Velia i bisedon me vllain e tij Arbrin, të cilit i kërkon që ta pyes kë nëse i ka marrë përgjigjet e tij për emisionin që do zhvillohet sot në darkë. Në vijim të komunikimit Arbri tregon se këta shokët tan i kanë thënë që nesër do zhvillohet konferenca me gazetar. Erion Velia i orienton që takimin me gazetarët të bëhet me gazetar normal, nga T, pa njoftim për shtyp që të mos vinë gazetarët e Syrit apo MSN-ja. Erioni po ashtu i thotë që ata të bëjnë pyetje normale. Në orën 16:22 minuta Erion Velia i bisedon me Ajolën dhe kjo i fundit i thotë se ka folur dhe i kanë thënë që po e bëjnë gati inteligjencën artificiale. I kanë marrë përgjigje dhe po e bëjnë gati, po kështu. Ajola i tregon se e ka pyetur nëse do që t'jap intervistë, por i ka thënë jo. Të njëjtën gjë i kërkon edhe Erioni të rri sa më larg, nënkupton intervistës. Në orën 18:05 minuta Erion Velia i bisedon me Ajolën dhe i kërkon që të flasë me A, D, sepse GK ka bërë një super intervistë e R, e kërkon që t'i jap prioritet intervistës së tij. Erioni i tregon se intervistën e tij do e publikojnë në 2-3 gazeta edhe të ndoshta. I kërkon që për këtë të bisedojë me M dhe A. Në orën 18:07 minuta, Erion Velia i bisedon me Arbrin ku ky i fundit i tregon se shokët tan i kanë thënë që intervistën, konferencën, ta bëjnë me të gjithë gazetarët dhe për pyetjet që nuk duan të përgjigjen, do thotë se nuk flasin dot në këto momente. Më pas, Erion Velia i tregon Arbrit në lidhje me intervistën e GK të R dhe i kërkon ta lidh me T dhe D gazeta që t'i japin vëmendje, pasi Sh do e bëj patjetër. Pra siç e dëgjuam në këtë insert, pra në këto përgjigje të publikuara nga CNA, shihet mënyra se si funksionon pra nga paraburgimi i Durrësit dhe urdhrat që jep Erion Velia në raport me media. Bego, po nis me ju. Tani çfarë kuptove në këto përgjigje? Para njëherë që përgjimi duhet të jetë bërë përgjim telefonik. Kushtet që ndërhynte edhe vllai i Erionit kur ky komunikonte me të shoqen, besoj që patjetër që ka qenë një përgjim telefonik, po flas në aspektin formal. Për sa i përket pastaj thelbit ose mënyrës se si është zhvilluar kjo histori, ne jemi të kuptojmë ose më saktë ne krijojmë një bindje përfundimtare mbi rolin që ka media sot në shoqëri, te atë roli që duhet të ketë, te atë qëndrimi një pjesë e medias që duhet të ketë, dhe për ata gazetarë për të cilët është përfolur se janë të lidhur me krimin, të janë të korruptuar. Në fakt, kjo po provohet dita ditës. Te njoftimeve që kemi marrë edhe nëpërmjet organizatave ndërkombëtare prestigjioze të shtetërore, për shembull siç është OSBE-ja, e cila e ka etiketuar një pjesë të medias tepër të korruptuar, këtë arrim të kuptojmë edhe tani. Pra, si ditën që është caktuar masë e sigurimit, ose më saktë që është ekzekutuar dhe zbatuar masë e sigurimit për kryetarin e bashkisë në vijshmëri, ne kemi parë pothuajse një pamje si të filmit të Oktapodi, kur nis filmi, që bëhet prezantimi i komisarit në një varim dhe aty marrin pjesë gjithë anëtarët e të ashtu quajturës mafje lokale ose e kësaj krahine, e kësaj zone. Njëtën gjë ne shikojmë edhe në rastin e ekzekutimit edhe zbatimit të masës dhe në vijim për kryetarin e bashkisë, ku njerëz të ndryshëm, kryesisht të artit, të elaboruar pa të drejtë, gazetarë të ndryshëm, të përfolur për afera, janë pjesë e këtij korrupsioni. Mendoj që në këtë rast nuk do ishte e gabuar që të nisej edhe një hetim kryesisht për këta gazetarë, siç ka ndodhur edhe për gazetarët e tjerë, të cilët kanë menduar se i kanë shërbyer organizatave kriminale, pasi nuk kanë ndonjë ndryshim, biles janë po kaq të rrezikshëm edhe këta gazetarë sa këta organizata kriminale. Kur thua hetim kryesisht në raport me, me mediat apo me gazetarët që kanë marrë përsipër të bëjnë mbrojtjen e Veliait, me çfarë akuzë?
të përballen në akuzat mund të jenë të ndryshme. Nuk kemi edhe akuza për pastrim produkteve të veprës penale, akuza për korrupsion, akuza për informacion të rem, sepse ne këtë arim të kuptojmë që këta njerëz kundrejt favoreve, kundrejt shkeljeve të ligjit, nuk e diskutoj këtë kodin etik dhe moral, sepse për një pjesë të tyre është përfolur gjatë, kam përfituar në dëm të interesit të publikut, në kundërshtim të plot me qëllime dhe me çfarë vlerash në thonjë se ata pretendohet se promovojnë, duke dëmtuar interesin e qytetit dhe shtetasve, po edhe të gjithë Shqipërisë. Pra këto media të cilët ata i kanë ngritur gjasme për promovim vlerash, kulture, për imazh kombëtar, ka shërbyer interesit të tyre të ngushtë, mediokër për fëmijët, për të rregulluar me bursa, me tjetër, për të përfituar leje ndërtimi ose favore, duke shërbyer pastaj për interesa mediokre të politikës të krave të ndryshëm. Faleminderit Biko. Avokat. Këta çastan, po jepnin dhe derën, numrin e derës se ku shkon e troket Olzdado. Gruaja bashorte drejtësisht, a kupton se çfarë historie je apo jo më burr? Përndjekje po thua, një lloj përndjekje. Tani domethënë këta janë ai është prapë i fortë në logjikën time. Unë jam shumë i dobët karakterialisht. Po të ma kishin bërë mua do shkoja domethënë do kisha bërë vepër penale unë. Unë do kisha bërë vepër penale për mënyrën karakteriale se si jam gatuar. Po ç'është kjo histori e burr? I prek tek i gruan fëmijën për çfarë? Për punën që ai bën domethënë atje? E ka gabim shumë mirë, do shkojnë gjykatë kjo histori, ç'është kjo histori domethënë. Merret shtim me profesionalizmin e tij, si e ka bërë Ina Rama, pse e ka bërë, se e ka pasur shok, e ka pasur këtë, e ka pasur atë. E kuptoni se për çfarë po flasim? Dhe lidhnin, mundoshin ta lidhnin me sulmin që janë bërë Irena Gjokës. Irena Gjokës është bërë një sulm vërtet në raport me Sali Berishën. Po kur në mënyrë personale. I kanë thënë ti zonjë, ke pasur një dënim në Greqi dhe ja kanë nxjerrë me. Po nuk i thanë Gjokës, ke këtë dashur, ke atë dashur, ke këtë apo ke atë. Tu kanë kaluar çdo lloj limiti këta njerëz. Këta njerëz janë ashtu si tableti për tu marrë penalisht. Këta janë turpi gazetarisë. Ty do të di turp që ti thua që kam koleg. Sa koleg tu këta? Si mu t'jetë koleg ai? Një njeri që nxjerr, domethënë, ku di unë, dhe sot u faktua. Bravo Eli Fundos, që i kanë nxjerrë to. Bravo. Bravo. Profesionalisht do thosha ka gabim, se unë të thashë unë që ndroj gjithmonë një ide, domethënë që këto gjëra nuk do të dalin për publik. Por ama ana qytetare urdhëro, tregoj fytyrën e vërtet të këtija, i cili pretendonte që unë s'kam bërë asnjë gjë, çka kam bërë, as edhe një çka s'kam bërë. Ja ky që do pretendonte të bëhej kryeministër ky. Ky Lalieri, që e njohin që gjithë ku në Tiranë se kush është, në Shqipëri. Bësh do të kryeministër pa pasur mediat? Okej. Se Pandeli Majko u bë kryeministër me media? Vite të tjera ato, vite të tjera. Po Sali Berisha u bë kryeministër me media tje? Po pse Edi Rama kur erdhi në 2013 jeni për shkak të mediave erdhi në kryeministër? Mënyra se si sot audiencës si shkon informacioni ka ndruar komplet qasjen. Po çfarë do të thonë? Do të thonë ti po ma merr si etalon të mirësisë apo të negativitetit këtë? Por për të keq përdorim, për mua përdorimi ka. Po pra po e merr për etalon. Jo, nuk e marr të mirësisht. Po çfarë pra, se nëse po ti po ma merr. Po ta bëra pyetjen retorike. Jo retorike e bëre, po ti e thua domethënë sikur kjo që ndodh, ka është kështu dhe ne do ta pranojmë këtë. Nëse Velie pretendonte të bënte kryeminist, pretendonte të bëhej kryeministër, sigurisht. Ora ajo që ndodh me Erion Velien, ajo që ndodhi me Erion Velien, e ka juridikisht proceduralisht ka gërposur atë njerëj. Këto përgjime Këtë kisha pyetjen. Atëherë do më përgjigjeni të dy për të njëjtën pyetje, se kisha. Okej, pa e vazhdoj këtu. Po t'ja marr një mendim Bekos edhe të ndërpre. Se ndërpret frymëzimin. Ky zotria se kam dhe krahun e djathtë sot për herë të parë. Të ka vënë aty. Kishte arritur steken e tij, ato 4-5 ditë të fundit para vendimit të apelit, para datës 10 mars, në atë mënyrë që unë do dal tani. Se unë jam, se ai donte të dilte përpara saj, që ti tregonte edhe Edi Ramës që unë jam faktor politik mor. Këtu është fjala. Po shpaku nuk ishte bërë asnjë gjë tjetër përveç se kishte ndenjur në pusinë e vet dhe duke ndjekur me një vendim gjykate, se ka një vendim gjykate. Le prallat e këtyre langove mediatik që ka Lalieri akoma në portofolin e tij. Se nuk flet një njeri një fjalë të mirë për Erion Velien nëse nuk është paguar. Ja ta them unë këtë këtu. Edhe ndajmë denoncojnë. Nuk ka njeri që të bëj një lajm pozitivist për Erion Velien, por nuk ka marr para. Duke filluar nga Arditi,
Të lutem tani me emër. Nga Çilieta. Po të lutem me emër. Mos u di fare, Po jo mos e ma ka fenomeni por mos më. Çfarë kanë emra ata andi? Çka kanë? Këta janë njerëz që duhen diskredituar. Duhen diskredituar. Këta duhet kur dalin rrugë ti përshtysh. Po ta dalin asë në rrugë se desi vetëm me makina. Ta janë palaço mediatik. Tani edhe njerëz të cilët në mëngjes thoshin teatri nuk duhet të shembëj dhe ditën tjetër dilnin për ka Lalierit. Ta janë turpi i këtij vendi. Ta nuk janë intelektual, mos më ngatro mua me palaço. Kjo është historia e vërtetë e këtij vendi. Ti themi sa gjëra drejt. S'kam çime unë gjuhë për kundër tyre unë. Jo, po të diun, po pra përpiqem të luaj. Tani ky zotria tha se një tjetër ka vërtetuar, ka të Cipris pse nuk duhet të dalë. Nga burgu po thonë. Po. Ai ka pas vetëm një shans. Këto përgjimet, 90 faqe. Këto që nxora unë, janë ku diu një faqe. Po. Që nxora, që ja mora domethënë i mora të marrë punën. Tek sigurisht tek kolegu e nxorë të gjitha, një pjesë i preve se media kanë nxjerrë më shumë. Okay. Jo, unë i vura vetëm për efekt të gjës, kështu që nëse ke Bego, për mua nxjerrë të gjitha. Mos na ndërpret të na thyesh tempin e bisedës. Jo, fare, po them 90 faqe përgjime. Tani si shërbyen spakut në këtë histori, to që çfarë një pjesën e dëgjuam. Vetëm një gjë spaku, kur shkoi tek gjykata e apelit, i tha gjyqtarit, Engert Plumbi, i tha zotri, nëse ke një ide në mendjen tuaj që ta lironi këto ose të jepni një masë sigurimi më të lehtë nga kjo që kemi kërkuar, mjafton të shikoni këto gjëra. Spaku nuk kërkoi asnjë gjë tjetër. Tha, ky zotri nuk duhet të dalin nga burgu, pikërisht sepse ky intimidon, kërcënon, shantazhon, bën të gjitha. Dhe këto u vërtetua me këto përgjigje. Okej. E kuptove? E kuptova. Mirë. Bego, pikërisht kjo është pyetja se do ishe gjyqtar. Do ishe në GJK, domethënë ditën kur Velia kishte apelin dhe do kishe në dorë këtë materialin. Dhe do njiheshe me këto përgjigjime. Tani, çdo mendoje ti si gjyqtar aty? Shiko, të flas në aspektin procedurial. Masat e sigurimit janë masat të cilat vlerësojnë rrezikshmërinë e personit, të veprës penale, rrezikun e prishjes së provave, personalitetin e tij dhe nevojat e hetimit. Dhe fillimisht gjyqtari gjykon mbi bazë të këtyre fakteve dhe provave që lidhen me këto kërkesa ligjore. Janë kërkesa të caktuara në 228, 229, 230, të cilat lidhen pasaj me llojin e masës së sigurimit, e cila është e përshtatshme për këto vepra penale dhe për këtë person. Detyrim paraqitje që kërkoi kryetari i bashkisë ose arrest në shtëpi si alternativë, po jo arrest në burg. Pra fillimisht gjykata ka parë këto sepse mbi bazë të këtyre provave dhe të kësaj vepre, do këtyre veprave, se janë disa vepra që ai dyshoi, është bërë kërkimi dhe është vendosur kjo masë sigurimi nga gjykata e shkallës së parë. Pra, këtu ka qenë detyra paraprake e gjyqtarit për ta parë dhe mendoj që e ka parë me korrektësi sepse është vërtet një gjyqtar me integritet. Erion Bani, po. Edhe Erion Bani, po edhe flasim për shkallën e parë, prandaj që ishte Erion Bani, ndërsa tregojnë që vendimi i gjykatës kanë qenë vendime të drejta. Pra, besoj që edhe gjykata e lartë do t'i bëjë një mospranim rekurs sepse është masë sigurimit, është masë e drejtë, por këto të dytat është ajo që tha kolegu i nderuar këtu që tregojnë rrezikshmërinë e tij si individ. Pra, është një person i cili mund të prishë provat, mund të ndikojë provat. Përgjimi është që mjet për kërkimin e provës dhe prokurorët e kanë vënë në përgjim pa ditur se do të kishte të tilla të dhëna, sepse askush se mendon se produkt ose që përgjimi do sjellë një produkt të tillë. Pra, përgjimi është mjet për kërkimin e provës dhe vazhdojnë mund të merren prova në çdo fazë dhe aq më tepër që ai është në masë sigurimi arrest në burg. Kupton? Por ja që përgjimi nxori prova të tilla lidhur me personalitetin. Oblet. Ulsi qelbësira.